Territori i Kosovës për datën 16 qershor 2026 do të karakterizohet nga mod pjesërisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Në disa zona gjatë mesditës dhe pasdites nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe lokale, shiu kryesisht në relievet kodrinore malore. Paraditja do të ketë intervale me diell dhe vranësira kalimtare, ndërsa pasditja vijon me zhvillim vranësirash dhe mundësi për rreshje të izoluara afatshkurtra. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 27 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Pej 12 deri në 27 gradë Celsius, Prishtinë 11 deri në 28 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 27 gradë Celsius, Malishev 12 deri në 27 gradë Celsius, Gjilan 11 deri në 27 gradë Celsius, Ferizaj 11 deri në 27 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 26 gradë Celsius, Suharek 12 deri në 27 gradë Celsius, Prizren 12 deri në 27 gradë Celsius,